يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Thuaj, kjo është rruga ime, e dhënë në fakte të qarta, e që unë thëraste Allah, unë dhe ai që vjen pas meje, lartë të metave është Allahu, e unë nuk jam nga idhujtarët. وانشر الخير العظيم من يحب الخير للناس العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فندرojna që na ka bën nasip me u taku në këtë qytet madh muslimanëve, i cili ka emrin Gostivar. Inshallah Allahu azza wa jalla na bën nasip që në u taku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Xhenet el-Firdaus, me shoqërinë më të mirë, shokët e tina të zgjedhur, dalluar me shahidat, me sinqertit dhe me ata të cilët Allahu azza wa jalla ka përgatitur për na xhenet atje. Duke pas parasysh se në shoqërinë tonë kemi shumë probleme të mëdha në lidhje me martesën, lidhje me kurorëzimin edhe me shkurorëzimin, sonte unë ku vendos me fol pak më tepër lidhje me martesën, se që duhet muslimani me usil dhe tot me shoqën e vet, edhe duke pas parasysh se krejt jeni të ri, edhe që ata që kanë qenë martuar shpejt do të duhet me u ballafaqu me këtë problem, ndërsa që ata që kanë martuar me ditë do thotë se çish me i tejkalu disa probleme, disa sfida të cilat paraqitet në jetë, inshallah pra dersi i sodit ka më thonë do thotë puna e martesës edhe puna e shkurorëzimit. Mas për herë pra, tasë me fillu këtë ders, du me shpjegu një rregull të cilën në rregull shpesher na muslimanët po e harrojna. Cila është ajo rregull? Ajo rregull është se çdo gjë që ekziston në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vet se çish punon. Çdo gjë që është në sipërfaqen e tokës e ka metodën e vet çish punon. Edhe nëse punohet që ashtu që është e projektume, që ajo ka me hecë për para. Po nëse ajo punon që ashtu që nuk është e projektume, atëherë do të thotë që ajo prishet apo nuk shkon për para. Pra të që pra edhe njeriu, sikur krijesë që Allahu azza wa jalla ka krijuar, ja ka quajtur një citat, i cili citat e ka emrin Kur'an. E nëse muslimani ose njeriu punon sipas atina citapit, jeta e tij shkon mirë. Po nëse muslimani nuk shkon sipas atina citapit, atëherë do thotë jeta e tij nuk ka tamam edhe nuk shkon. Për këtë çështje pra, ne si musliman duhet me i kuptuar disa gjëra të cilat janë se nuk është islam vetëm me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, edhe me fal namazin, edhe me agjinu muajin e Ramazanit, edhe me dhënë zeqatin dhe me shku në hax. Këto janë shtyllat e islamit. Por islami është ala ma xhan. Islami do të thotë fillon pikur qohesh prej gjumit, e tek të jetë sa të vish apet në gjumë. E në kohën kur jetë në gjumë, atëherë Allahu azza wa jalla ta ka ngrit lafshin, nuk të shkruan, do thotë gjunohet nëse kanë ndonjë çfarë gabimi. Ama kur të flesh, shkruhet sevape. Se çaj i cili bjen me flet me bismillah, edhe me doftë mira, të cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë gjumën e vet e ka ibadet. Po çaj i cili do thotë nuk flen këtë mënyrë, do thotë normal që Allahu azza wa jalla i din punët e tij. Por në jetën tonë kemi edhe shumë elemente tjera për të cilat Allahu azza wa jalla na ka dhënë se çu duhet me quhet jetën, e padyshim një prej atyre elementeve është jeta familjare.
të cilën na e jetojna. Edhe secili prej neve do thotë ka një familje, ka një bab, ka një mon, ose është një burr, ose do të më konë përgjes për dani kam, ose është gruje, ose është nuse dikujna, do thotë këtë jetë, të cilën do thotë na e kena dhe e jetojna, edhe për këta Allahu Azza wa Jall na ka prnuar gjykime, na ka prnuar do thotë vendime, na ka prnuar ajete, na ka prnuar hadithe, e nëse i praktikojnë ato ajete, nëse i praktikojnë ato hadithe, normal që jeta jonë ka më shku përpara. A nëse nuk i praktikojnë, atëherë normal që ne kena me pasën probleme. A kemi çfarë? Do thotë, çka nuk është musliman që njëri i cili e fal namazin e kur vjen puna me i kry obligimet familjare, atëherë i kryen sipas menës vet. Nuk i kryen ashtu siç i ka thënë Allahu, por i kryen çish ja merr mendja. Ki do thotë nuk ka musliman. Po musliman kush është musliman? Musliman është ai i cili ju mbështetet apo ju nënshtrohet fjalës së Allahut Azza wa Jall, pritet Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e tek te ajën fund, Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Do thotë, pin fillim të Kuranit, tek tetin fund të Kuranit. Çka ka do thotë mes çetin e tudi fletave, çai i cili praktikon çka ajete, edhe ju nënshtrohet çetin e rregullave, që tina e tëna që kri me barequllat kohë që ti kohë që musliman. Ama përderisa më falët, shahadetin e thotë, zeqatin e jetë, ama përdere puna me i kry disa probleme tjetës vetë, e po vallaj nën të këshilun e qishtot tradita këtu në gostivarë, se nën shkup nuk i kena tradit qishtot, se vallaj të na është marrë që kjo punë, se që kjo punë do të më bo, se mu s'ma mërë menja qishtot, se të këshili shka thot ligji masënis për këtë punë, a mbjen mu mirë, asë mbjen mu mirë, që ke nuk i ka kuptu meselet mirë. E hala ma keq është qaj njeri i cili kur ka probleme familjare, edhe ato problemet familjare vjen tani kush prej vllaznive musliman, i ka thënë se Allahu Azza wa Jall ka thonë çështo, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çështo, edhe ai musliman fund vjen, vallahi thotë mua nuk po mbegeniset kjo punë, po unë kam migrore çashtu që di, unë vetë pse për ato se ligji të na jep më mirë se ç'i shpjef shariati. Ç'ki njeri i cili që të punë çështu i çon, i duhet me ditë atë se Allahu Azza wa Jall thotë وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. Çaj i cili gjykimin e tina nuk e bjen çashtu qysh Allahu është razi, fa ulaika humul kafirun, që të do thotë kanë dalë prej kullosekit dinit islam, janë do thotë siç ajo. Ose ajeti tjetër në të cilin Allahu Azza wa Jalla na ka urdhëruar ka thonë: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila." Thot me konë se vini në një çështje edhe përçoheni për çfarë çështje, nuk dini se ç'ish me bë, këtë punë te kush duhet me kthi, këtë punë duhet me kthi te Allahu edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thot në jetën tonë familjare, me konë se keni probleme, edhe nuk dini se ç'ish me ballafaqu ose me te kalu, do thot ato probleme. Selam. Wa aleikum salam. Ç'ish duhet të thot me te kalu? Thot fa in tanaza'tum fi shay, me konë se vini të dhe një problem, të dhe një çështje që nuk dini me zgjedhën, atë çështje të kush duhet me kthi? Duhet me kthi te Allahu. Edhe duhet me kthi te kush? Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? In kuntum tu'minuna billah. Që ata që ka i zojnë besë Allahit, që ata që ka i zojnë besë Allahit, punë të tëre i kthejnë të libri tina, edhe të udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa që ata që nuk i zojnë besë Allahit, çdo është dallimi mes besimtarëve dhe jo besimtarëve, ato punë të veta i kthejnë te menja e vet, ose te tradita e vet, ose te psikologjia e vet, ose te sociologjia e tyre, e ku e diunë me radhë do të çka kanë ato, me çfarë ligji, me çfarë gjona, me çfarë sene do të mirë. Çdo dallimi, in kuntum tu'minuna billah, me konë se jeni prej atyre që i zeni besë Allahit, edhe me konë që jeni prej atyre që besoni edhe e dini që një ditë keni me dalë përpara Allahut Azza wa Jall, e zeni besë ditën e gjykimit. Kjo pra është gjykimi më i mirë, edhe për juve ka më thonë mas mirëti nëse punoni çashtu që thot Allahu Azza wa Jall. Pse ka më thonë për neve mas mirëti? Për të thënë se Allahi atina i kosh mi fal, çka na ka kriju neve, e ka ditë kush sa mundet me baj, kush sa ka rëndësi, kush për çka është përgjegjës. Do thotë secilin prej neve kur e ka kriju Allahu Azza wa Jall, kofta e mashkull apo kofta e femër, ja ka dhënë detyrat e veta, e kur ja ka dhënë detyrat e veta, atëherë pra e ka mësuar se ti që kaç mundesh me baj, edhe e drejta jote që kaç, ti obligohesh me këta, ai obligohet me këta.
Thot Allahu Azza wa Jalla Kur'an: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd." Çka burrat janë përgjegjësa te grave. Pse? Allahu ka dashur mi dallu këto. I ka dallu burrat pe grave. Edhe i ka bërë të burrat çka përgjegjësa të grave. Por kur i ka dhënë përgjegjësinë, edhe kur e ka dallu Allahu Azza wa Jalla, atëherë ka lip obligime prej burrit. Çfarë obligime ka lip prej burrit? E burrit është që me ushqye gruin. E burrit është me mbulu gruin. E burrit është me u kujdes për banesën. Do thotë çka? Që do thotë që e i dallu, po mos e i dallu, atëherë edhe obligimet janë më të mëdha. Për ata që pra Allahu ka njëraun, dikan e rrit, dërkan e zbret të poshtë. Dikujna e jep përgjegjësi, dikujna duhet me ndëgjuat përgjegjësinë. Dërsa ka ona tjetër që atina shka e ka rritën, atina do thotë obligimet ja ka bëu më të mëdha. Do thotë kur ti vnesh në kandar, apet ato vinë barabar. Kjo është hikmeti, usia e Allahut Azza wa Jalla. Për ata që pra duke pas parasysh këtë çështje dhe këto gjana, atëherë pra muslimani kur të hen jetën bashkëtorë, edhe kur të anis punën e familjes, janë disa rregulla, të cilat rregulla duhet me i pas parasysh, të cilat ne ka mësuar dini jonë islam. Thot Allahu Azza wa Jalla Kur'an: وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Martoni 33 e juaj. Do thot urdhën për Allahu Azza wa Jalla. Ka ardhur që muslimani e ka për obligim me u martu. Edhe këtë urdhën, kush nuk e praktikon, ka dalë prej menhegjit, apo ka dalë prej kolosekit, apo ka dalë prej dinit tonë islam. Prej asaj që Allahu Azza wa Jalla e ka urdhëruar. Do thot na si musliman e kemi për obligim me u martuar, pse Allahu Azza wa Jalla na ka urdhëruar. Një shoqëni e cila i thën këto parime të Zotit, ajo shoqëni shkon te poshtë. Një shoqëni e cila nuk don me u martuar, për parim nuk ka. Një shoqëni e cila nuk don me ndëgjuar urdhën e Allahut Azza wa Jalla, Allahu ka më shkatërruar. Për ata që do thot ka ardhur në për ajete tjera, kur thot nëse nuk jeni njerëz ju, çka i bani ibadet Allahut Azza wa Jalla, Allahu ka më shkatërruar juve, edhe ka më pru disa njerëz më të mirë se ju, çka kanë i bëj ibadet Allahut, atina i kush mi fal. E një prej ibadeteve të Allahut, çka është? Ai do thot martesa. Do thot një prej ibadeteve të Allahut është martesa. Ti kush mund të thonë çish është ibadet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur, ka thonë në çdo gjë njeriu ka do thot sevap. Ka thonë edhe kur flen me shoqin e vet ka sevap. I ka thonë ja Rasulullah, njeriu edhe kur flen ka me shoqin e vet ka sevap? Ka thonë po. Me konë se ai shkon edhe flen me një kan tjetër çka nuk e ka vetën me një qa, ka gjuna? Po ka. Bile gjuna për gjunaheve të moja, ha? Prej gjunaheve të moja do thot njeriu me fletën me çka shka nuk e ka një qa. Atëherë ka thonë e kundërta e saj është sevap. Do thot sevapi çka është? Sevapi do thot është pjesë e ibadetit. Për ata që pra muslimani e ka për obligim, do thot këtë urdhën të Allahut Azza wa Jalla me quë në vend. Për këtë çështje thot martoni 33 e juaja, e nëse ato 33 e juaja do thot janë të lirë apo janë në rob, se përpara ka pas do thot edhe rob, ka pas do thot, nëse janë të lirë apo janë në rob, atëherë çka e kanë për obligim, do thot mi martu, edhe robin, edhe robneshën, sikur çka ka përpara, sot nuk ka. E këtu vjen një problem tjetër. Cili është e problem? Ai problem është se shumë njerëzi nuk dojnë më martu për çfarë çështje? Nuk dojnë më martu pse thonë nëse martohen apo la kanë mujtën e mërujt gruën tema. Unë sot nuk kam punë për veti, nuk po punë vetit, mi dal çështë, po tash kur ta marr një njeri tjetër, apo kupton atëra hiçëm ai s'ka më mujtë me bëj kur gjë. Kjo është çka shejtani vjen njerëzve ju ban vezvese. Thot Allahu Azza wa Jalla Kur'an: "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Thot najna ata çka juve ju hap në rrezik e ju furnizojna, po sikur çka ju hapi juve, kena më dhonën edhe evladët ju. Do thot mos kujtoj dikush që ai e man vetvetin, edhe i sjell vetit pasuni. Jo, Allahu është ai i cili e vjen pasuninë edhe i jep vetvetit, do thot çdo gjë, edhe evladët tu edhe riskin do thot Allahu Azza wa Jalla ja. Po në këtë ajet
Allahu azza wa jalla çka thot? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Me kon thot që janë fukara, me kon që janë të vobekët, Allahu është ai i cili i pasuron prej fadlit tina, prej dhuntisë tina që Allahu azza wa jalla ka. Do thot faktikisht, kur Allahu azza wa jalla ka bën përgjegjës për gruaj, ka thonë ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, burrat janë përgjegjësit e grave. Ashtu? E kur ka bën ti përgjegjës, e ka kërku prej teje që ti ata me mirëmbajt, me dhon me hongër, edhe me pi, edhe me veshën, edhe me strehue, Allahu azza wa jall e ka marrë ndërhyjde çka kur të martohesh me ta shtuar ti do thot pasunin, edhe çat llogaritë që ne ke pas për veti me ta dyfishuar edhe për shoqën tonë. Po masëne Allahu azza wa jall kur ta çon një evlad, edhe për atë evladin të jep pasuni. Po ta çon çetin edhe për ata do thot të jep pasuni. Për këtë çështje pra, muslimani asnjëherë nuk duhet të ututën prej fukarallëkit, për atë arsye se fukarallëkin është Allahu azza wa jall i cili e hekën, edhe Allahu është ai i cili e çon rrezikin. Për atë arsye se cili njeri i cili ka dalë në sipërfaqen e tokës, rrezikin e ka të garantuar te Allahu azza wa jall. Përsa kur dysohet të rrezik, kur Allahu mos i shkruan mos çka më hije në pyetjen e tina, Allahu e çon melekul mautin thot, shko merja tina shpirtin. Për këtë çështje vëllazni, muslimani pra e pas ka obligim më martue, po kur të martohet çish më martue? Do të më martue në atë mënyrë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çish na ka mësuar? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'ashara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa yurini." Kush ka mundësi me u martue, le të martohet. Do të urdhën prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kush ka mundësi me u martue, le të martohet. Po për këtë çështje do thotë ka disa obligime, disa kushte, të cilat na kalon dini jon islam. Obligimi i parë çka është? Obligimi i parë është do thotë me pasën razillëk. Do thotë mes burrit edhe gruas, apo mes çatina djalit e çasaj vajzës ka po martohen. E çka razillëki, i cili do thotë do të më kon prej tudi parëve, është një sen çka përpara e kena praktiku, edhe sot do thotë e praktikohet, por për fat keq ka njerëzit duke kanë kuptuar do thotë bashmir, edhe nuk po din me i komentuar fjalët e Allahut apo traditën tonë të cilën e kena traditë fetare, do të keni pasur kur shko dani kur më quhet dora e nusës, çka thotë? Thotë Allah në mrile pejgamber kaulile, a e ke lip çikën filanit? Po ja kum lip. Edhe ai ta ka vënë. Ki laf çka do thonë? Ki laf ashtu çish, nëse e kupton. Allahun emrin e. Do thotë me urdin e Allahut. Apo pejgamber kaulile, ha? Me kaulin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë me urdin e Allahut azza wa jall, edhe sipas traditës apo sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a e ke lip çikën filanit? Po ja kum lipa. Edhe ai ta ka vënë. Që kjo do thotë ai pëlqimi i parë, i cili do thotë bëhen mes dy çifteve, është çka na kalon dini jon islam, të cilin do thotë hala do me praktikue, pse se çashtu na ka mësuar Allahu azza wa jall, besa muslimani nëse don me çuj jetën e vet çashtu siç është Allahu azza wa jall razi, atëherë do thotë duhet të mbështeten te fjalët e Allahut, te fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj çka ka? E dyta çka është? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La nikaha illa bi wali." Nuk ka nikah, nuk ka bashkëjetesë, nuk ka përballje. Nëse përgjegjësi i vajzës nuk është razi. Do thot një vajzë e cila del në derën e huj, ajo kur del në derën e huj do thot duhet me dalë me përgjigj me pëlqimin e kujna të babës vet, apo me pëlqimin e çatina që ka kujdesën tek tjetër sa i ka bën 15 vjetja, 20 vjetja, 30 vjetja, derisa ka bën të thot për mu martuar. Për shkak se dikush ka qenë përgjegjës për ta, mos e ka qenë çaj përgjegjës, do duhet me marr përqimin e tina, me shku me razllëkin e tina. E çet hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na sot çka jemi modernizuar, edhe çka po dojna me hinë Evropë, edhe çka i kemi harruar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e bona si demode, ose po e bona si sistem i vjetër, çka ka nevojë do thot me vetën e babën ose me marr pëlqimin e babës, edhe shkon tani kon për vetë kanë hiç. Do thot sot ti i cili mendon vetë për veti, që shtu mendon ama nëse kur Allahu azza wa jall ta jep një evlat,
Edhe kur të arrish 20 vjet, e pastaj ai shkon dikun pa e mor përgjegjësinë tonë hiç, ose pa vetë ti hiç, e nëse kimë mor vesh fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra, nuk ka diçka përderisa prindi apo përgjegjësi i vajzës nuk është razi. Do thotë kjo është kushti i dytë. Kushti i tretë çka është? Do thotë kushti i tretë është që së paku që Allah në emrile dhe pejgamber kaulile që kanë thonë përpara, apo me urdhën e Allahut dhe sipas traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ndëgju dy veta. Për shka se dy veta janë ata të cilët dëshmojnë përpara njerëzve, edhe dëshmojnë përpara Allahut azza wa jall. Edhe çdo dëshmi në dinin tonë islam do thotë bëhet me dy veta. Do thotë hana e re kur del, do të spaku me pa dy veta. Po kur thot dikush që ka vjedh, duhet më kon dy veta me dëshmu që ka vjedh. Ose kur thot dikush që e ka bën një punë, e vrajti filanit, duhet spaku më kon dy veta që ka dëshmojnë. Për çdo gjë, do thot duhet më kon ka dy dëshmitarë. Po edhe te niqahi që filani me filanin do thot u banë në miq, edhe ata çikën e aboni për hal, do thot duhet më kon çka spaku dy veta që ka dëshmojnë. Dëshmia çka është? Dëshmia është për me hekën emrat e këqij, edhe me u ngjit emrat mirë. Do thot kur një njerë shkoni dhe ja lip vajzën filonit, edhe ai filoni jep, edhe këto dy veta e shohin atë marrëveshje që e kanë bën, këto dy veta nesër dalin dhe thonë, a filoni apo mik me filonin. Edhe filoni është dondër, kjo filonesha është nuse. Edhe nuk i thojnë apo kupton, filoni që shpithojnë ata aty të keqit sot frajr, edhe asaj femrës apo kupton e cila del për rrugës Kullert. Po çka? Do thotë ato emrat e tyre do thotë nuk janë të mirë fetarisht, por na, do thotë kur jemi prish, atë në të këqijve ju kemi vënë emra të mirë, ndërsa atë në të mirëve ju kemi vënë emra të këqij. A realiteti edhe e drejta është diçka tjetër. Do thotë filani është dhëndër, dëshmojnë që të dy veta, edhe filani është nuse. Edhe që ajo çik kur vjen nesër te shtëpia e këtina, do të pas ka ardhur nusja. Edhe ti kur shkosh te shtëpia e sajna, do të pas ka ardhur dhëndri. Çka do thotë puna e dëshmisë. Pastaj ka edhe një element tjetër, i cili element është elementi i mehrit, apo elementi i niqahit, të cilin element, ata të cilët janë konë armisht e Allahut, edhe armisht e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kanë dash do thot me hukmën prej traditës tonë, duke fu do thot çdo element, duke thonë se që musliman ku ishit kanë qikat me pare, edhe po kërkë kanë pare, ku e di shkaje, ato nuk janë hajvan mushite, ku e di shka 100.000 muhabete, të cilat i kanë shpikën kush, armisht e Allahut edhe armisht e dinit ton islam. Ajo çka është, do thot puna e mehrit, Allahu azza wa jalla ka përmendë ka thonë, atu sadukatihinna nihla. Japjani do thot sadakat apo dhuratat, të cilat ju takojnë grave të juaja. Do thot është obligim që burri gryz vet mi dhonën diçka. Për çka mi dhon diçka? Se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahabu, jepni njëri tjetrit dhurata, e Allahu azza wa jall e shton dashurinë. Do thot kur dikujt aty i jep ndonjë dhuratë, Allahu azza wa jall me çfarë dhuratë e shton dashurinë. E më shumë ti shka ka nevojë për dashuri, ka nevojë për dashuri mes çiftit të ri bashkëtor. Do thot mes çiftit të ri bashkëtor ka nevojë për dashuri, se me dashuri do thot nisë dieta. E masani pi dashurisë kalon në respekt, e pi në respekt, masani kalon në mëshirë. A kemi çon? Do thot ai Haxhi Baba që e kena të shtëpia në Haxhe me Haxhinën që e kena. Nuk ka më dashuri. As respekt nuk ka, se nuk i duhet. Po çka ka mëshirë. As më bëvani tabletë ashtu tabletë. Ni mardaku, çeni mardaku. Ja ti loj kom e të mloj apo nath as po nath, mo çdo punë e bën me mëshirë. Ama në fillim do thot nuk ka punë e mëshirës, pa punë e dashurisë. Edhe çon jetën me dashuri e mehri është një prej elementeve çka Allahu azza wa jall e mbjell dashurinë në mesin e të dy palëve. Për këtë çështje bravo. Këtë rregull të madh të dinit ton islam, të cilën e ka urdhëruar Allahu edhe e ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur në hadithe kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka zatet një djalë të ri, edhe i ka thonë, "A martohu?" Ka thonë, "Po." A i dhave diçka gruesore? Ka thonë, "Jo, se s'po tash kam i dhënë." Po shko bile një unaz të hekrit. Një unaz të hekrit që blerë që ja gruesore thuj çka e kije me rastin e martesës. Do thotë çka është mehriat. Do thotë një unaz e hekrit.
Apo ka pas raste kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e gazetet një djalë të ri ka thonë roti filan, apo martova ka thonë jo, pse? Ka thonë s'po kam çka më dhon mehr gruas. Ka thonë a e din, ka thonë kul huwallahu ahad, ka thonë po e din. Ka thonë a e din kul a'udhu birabbil falaq, ka thonë po e di. Ka thonë a e din kul a'udhu birabbin nas, ka thonë po e di. Ka thonë a e din idha zulzilatil ardu zilzalaha, ka thonë po e di. Ka thonë shko bartohu edhe që to 4 sure mësoja shoqës tonë. Dhe thot burri si burr e ka për obligim, dhe thot burri si burr e ka për obligim që shoqës vet diçka me i dhuru. Qoftë ajo prej pasurisë apo qoftë ajo prej diturisë. Ama ai si burr do thot do të me investuar te gruaja vet me diçka. Thonë ulemaja kur e kanë analizuar do thot këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një njeri i cili ja mëson shoqës vet që të 4 sure. E mëson kul huwallahi, kul huwabirabil falaq, kul huwabirabin nas, edhe idha zulzilatil ardu zilzalaha, apo suratul zilzal. Çaj i cili ja mëson shoqës vet që të 4 sure, që ky njeri ka me qenë një jetë të lumtur me shoqën e vet. Pse ka me qenë një jetë të lumtur? Se mas për herë i ka thënë se Allahu është një. Me cilësitë e veta në të cilat janë përmenda, do të thotë te çka? Te surja kul huwallahu ahad, apo te surja Ikhlas. Po masanej jam mëson kul huwabirabil falaq edhe kul huwabirabin nas, sure me të cilat Allahu azza wa jalla ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me lip mbrojtje prej shejtanëve. E në një shtëpi ku nuk ka shejtan, aty ka bereqet. Ama në një shtëpi ku shejtan ka, aty bereqet nuk ka. Edhe surja Zilzal, për të cilën sure thonë dietarët islam se çaj njeri i cili mëson edhe din këtë sure e ka kuptuar tamam se një ditë duhet me dalë përpara Allahut azza wa jall, e çaj i cili e din se duhet me dalë përpara Allahut azza wa jall, edhe me dhënë llogarinë, që do thotë kujdeset mirë se çish ka mos sjell do thotë me burrin e vet, edhe çish ka mos sjell me gruin e vet. Do thotë këto 4 sure, çaj i cili mëson edhe a dit manojnë, edhe çaj njeri i cili gruas vet ja mëson çdo 4 sure, çiki do thotë ka me pas jetë të lumtur, edhe ka me pas dashni edhe harmoni. A kuptu? Për atë arsye do thotë burri duhet me investuar me një sen. E tash, pasi që ka investuar, edhe ka dhënë, edhe i ka kryer krejt punë të obligimet, atëherë fillon jeta. Po jeta nuk është njerëzit që mendojnë. Çdo herë pa probleme hiç, jo. Në këtë dunjë për çka kemi ardhur? Kemi ardhur këtë dunjë për mi kaluar do thotë ato probleme. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tot Allahu azza wa jall ju kemi qit në dunjë për mi u bë ibtila, për mi u sprovue se cili prej juve ka me punu punë më të mira. Do thotë kur dash në dunjë, dije që ke ardhur për më u sprovue. Edhe familja, do thotë si familje, në ta ka sprova, ka probleme, të cilat sprova dhe probleme, ti si musliman do thotë duhesh me i te kalu. Çish mundesh me i te kalu? Mundesh me i te kalue ato sprova dhe ato probleme, vetëm se çashtu që ka mësuar Allahu azza wa jall, se nëse i praktikon fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pa dyshim se çato sprova kemi kaluar shumë mirë. Pse? Për atë arsye se jarneki më i mirë i njeriu kush ka qenë? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë Muhamedi ka qenë njeriu i cili ka qenë shembulltyra më e mirë e njeriu në sipërfaqen e tokës. Edhe ai mas mirë do thotë ka ditë mi bëj ibadet Allahut azza wa jall, edhe jetën e vet mas mirë e ka kaluar me gratë e veta. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A ka pas probleme ai? Po ka pas edhe ai. Do thotë ai si Muhammed, si burr më i mirë në sipërfaqen e tokës, si njeri më i drejtë në sipërfaqen e tokës, megjithatë ka pas probleme. Kur ai ka pas probleme, për neve pra mos folmi. Ashtu që i ka ndodhur një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që një muaj nuk ka fol me gratë e vet. Sa që kanë ardhur sahabët kanë thonë çka u bë? A mos i ke shlu grata, çka u bë? Do thotë se kanë pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka punë mirë me gratë e veta, që janë mbrengos shumë. E kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas të lashur me ta, do thotë edhe na pra kena më pas padyshim të lashim me gratë tona. Ilaçi çka është? Ilaçi është se na shumë pak e lexojna Kur'anin. Ama me konë si e lexojna Kur'anin, edhe i lexojna çdo ajetet në të cilat Allahu azza wa jall na mëson se çish mos jell me gratë tona, s'kena më pas problem. Pra ata që thot Allahu, kur një njeri ka problem me gruin e vet, e nuk është ndëgjueshme, nuk e respekton burrin e vet, atëherë pra çka duhet me bë? Fa'iduhunna. Mas pari herë duhet me i bën nasihat, me këshillu. Do thotë njeriu mirë të me çka? Me Allah. Po ti filan, pa pulë shu do po.
Qëre ke bon qëtë punë, nuk e ki mirë. O e ti fisnil, pa hungjë pa koj fisnike. Ullë edhe bisedar. Ajo bised ku du të më konë? A do të më bojnë midis rrugës me të morë veç këtë këshia që ki probleme me gruën tonë? Ja. A do të më bojnë për para fëmijëve? Ja. Ka një sen. Se cili e ka një dhomë në të cilën flenë me gruën e vetë. Edhe kur bjene e flete e dhoma vetë, e mshela të qesin, sëran, e i shlon perde. Për shka? Mës me të pada një kushti se shka po banë atë. Por jo, nuk ka puna veç mës me të pada se shka po banë. Po edhe fjallet, edhe aja është do të një marë. Pra ta s'fje pra muslimani e ka për obligim, kur ka probleme me gruën e vetë, me ullin edhe me i diskutua të probleme. Po një njeri i cili nuk i diskuton këto probleme, shka bon, ato probleme grumbullohet. Po mushet. E kur të mushet një se shka bon derdhët. Si derdhët prishit aja. Pra ta s'fje pra musliman për derdhët, kur grumbullohen i pastron. I pastron, ajo do të thotë puna hec mirë. Ama kur nuk i pastron hiç ato problemet, atëherë shka bën ti ditë edhe prishet kaj. Kjo është do të thotë faza e parë. Po ka një herë dikujt la fjala nuk i bën dobi. Ti fol një herë pa s'merr vesh, i fol dy herë pa s'merr vesh, i fol dy herë pa s'merr vesh. Thot Allahu Azza wa Jall, do thotë në ran të di çka do të më bën, fahjuruhunna. Do thotë do të më bëj hijra. Qysh bëhet hijrat gruaja? Do thotë në asfaltin ku flen burri me gruën, se secili a martu do thotë për me flet me gruën e vet. Edhe gruaja është martu që për me flet me burrin e vet. Atëherë çka bën? Ja kthen shpinën. Kur ja kthen shpinën, do thotë më gjoja më e urrëtur te gruaja çka është, që burri vetëm ja kthi shpinën. I thotë o ti filan, filani ka dek për ty. Po pse ka dek? Po për ata që unë të këshillova ti nuk desh të më drejtu, masi nuk desh të më drejtu, pra atëherë pra unë për ty nuk ka burr. Se më kon burr ti më ndëgjon fjalën edhe më respekton. Edhe atëherë një ditë, dy ditë, ajo do drejtohet nëse është gruaja që ka marrë vesh. Po nëse nuk është gruaja që ka marrë vesh, atëherë çka na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu azza wa jall ka urdhëruar në Kur'an, fadribuhun. Atëherë do të më përdor pak që shpëtojnë këto modernistat dhunën, dhe me që na muslimanët përdorim dhunë ndaj grave tonë. Por ai nuk është dhunë, por është do thotë një masë edukative, e cila masë edukative do thotë praktikohet e fëmijët, a gratë do thotë hinë në rrenin e fëmijëve. Do thotë edhe gratë ka ndonjëherë duhet me eduku sikur ka edukohen do thotë fëmia. Për ata syje pra prej sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është që çdo burr te soba e vet e fjetjes me pas tani thupur për mi der aty. Edhe kur nuk dëgjohet me thonë këshira e te pa thupur atje. Edhe thupra do thotë vazhdon edhe për tyje. Edhe atëherë drejtohet. Por dikan as thupra nuk e drejton. Çata shka nuk e drejton as thupra, e drejton shka turpi, marrja. Për ata syje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Fa lam tastahi fa'al ma shi." Nëse nuk vjen marra, çka dush punon? E kur ti plas njeriu të marrë, atëherë mo pjatina s'ka kur gjë. Ama përderisa njeriu ka marrë, atëherë këtë njeri do thotë ka hajr edhe ka përparim. El haya min al iman. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, marrja është prej imanit, është prej besimit. Edhe zakonisht çdo njeri pe dikujt ai vjen marrë. Ama më shumë ti pikujt ai vjen marrë, më shumë ti vjen marrë, do thotë prej familjes tonë. Për ata syje do thotë ka urdhëruar do thotë Allahu azza wa jall në ajetet që ka vinë më pas, kur burri dhe gruaja do thotë kanë probleme, duhet me gjetën një njerë ka ona e burrit, edhe një njerë ka ona e gruas, edhe ato do thotë me gjykuar në mesin e tenëve. Pa hajde tulmi, ti kishina problemet. Unë jam të thonë çështo, apo thotë çështo. E hajde, jo pra, ka zoni çish me bë. Kush an drejt? A është ajo apo jam unë? Edhe kur ulën do thotë njerëz të cilët një njohin dinin islam, edhe të cilët i kanë frikë Allahut, edhe njohin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë i thonë aty na burrit që ki frikë Allahut, shko pak më harrat e shtëpia, mos u sill si kapadai, ki nevojë të thotë me ushqie familjen tonë, më interesu për fëmijët e tu, edhe më ia dhon drejtën shoqës tonë për ata sy se ajo ka për ti e jo me malltretuar edhe do thotë bëhet këshillohet muslimani, amësh. Edhe ai si tjetër musliman si ti ket frikë Allahut azza wa jall, e pranon çat këshill, të cilën do thotë dikush i jep, pse i ka marrë për tani kujt. Por njëjtën gjë, do thotë edhe ajo gruaja e cila do thotë ka dalë prej binarëve, i thotë ki frikë Zotit, për ata sy se burrin e ki tamam me vend, por ti pak e pas ke të fruar, nuk ka fshë të rregullu shtëpinë tamam sikur çka duhet, apo pak shumë jetu folën, nuk po ja respekton babën, ose s'po ja respekton nanën, ose nuk po e ruan pasurinë e tij sa duhet, apo e vllazin nuk i ki parasysh problemet të cilat ata i kanë mes veti.
Po me konë se as kjo nuk sjell dobi, nuk bujnë mundreqen, atëre shka? Atëre jeta me Zot nuk qohët. Masi nuk qohët jeta me Zot, vjen dhe thot ajo faza e fundit, të cilën ashtë çka i thue hesti të shtëpia jote shko, e unë po nej të shtëpia ime. Po që kjo puna hesti të shtëpia jote shko, edhe unë po nej të shtëpia ime, do thot pas ka faza, ha? Faza e parë që nga me këshillu, faza e dytë me nda prej shtratit, faza e tretë me përdorën ka dhe njëherë masat edukative, e cilat do thot që nga shkopi. Mase masa e katër shka që nga, dikush për familjes sajnë edhe për familjes tane, me hindër mjetë me pajtuar. E nëse kretë këto punë nuk bojnë, atëherë do thot vjen faza e fundit çka është me unda. Shkëndamja, të cilën për fat keq na muslimanët nuk po mujna me kuptu dhe me morë vesh, edhe kjo i ka rejnet e veta. Çish i ka rejnet e veta? Do thot mas pariher ka një ndamje e cila është sipas sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e na jemi muslimanë dhe tona do të mi pas sipas sunetit, edhe ka një shfardamje e cila nuk ka pi sunetit hiç, e cila është prej bidatit. E na i kena thonë vetit musliman, po. A i kena thonë çka dëgjojna urdin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po. A kena thonë si çdo bidat është risi, çdo risi e çon njerin në xhehenem, e atëherë pra, edhe te damja do thotë duhet më konë pak ma me usul, do të më konë pak ma i matër, edhe do të me i ditën punë të mirë, me i quë në vend. Qysh do të muslimani me nda shoqën e vend? Kjo është një ders të cilin do të me ditë se cili musliman, e inshallah asë njëherë nuk i ban puna vaki. Do të me ditë se cili musliman, po inshallah asë njëherë nuk i ban puna vaki. Se thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, prej gjonave, ma të urrejtura, të cilën Allahu azza wa jall e ka bën halal, a din cila është? Talaki. Të thotë shkurorëzimi, me shluë shoqën. Çta Allahu shumë e urrej, po megjithatë e ka bën halal. Po çysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur njeriu i ka përcen këtë faza, e qilloj, u nda për shtratit, do thotë deshti me eduku, su edukue, edhe hini dikush tërmet nuk u ndreq, atëherë çka bëhen? Ka një sen, çka gratë dallojnë prej burrave. Me çka dallojnë gratë prej burrave? Është një dietar i Egjiptit, ata burrat të cilët nuk falen, i thonë jo, mos koshi me menstruacione. Se veç gruaja kur është me menstruacione, nuk falen. Nuk fal namaz, ha? A kuptu? Dërsa, nëse s'ka menstruacione, do thotë duhet më fal. E këtë çështje do thotë duhet me pas parasysh. Çka duhet me pas? Do thotë duhet me pritën kohën kur asaj i kalojnë menstruacione. Pasi që t'i kalojnë menstruacionet, atëherë mo ti nuk flen me ta. Me shoqën tonë mo nuk flen. Atëherë e ul, aty nga edhe i thu. Oj ti fisnike, unë ty të fola. Edhe të ndajta prej shtratit. Edhe përdora forcën, e u bona idiot. E kallzova të thotë e prisha të burrnin teme, se nuk ka burrnim jam shu një gruas, një shkop ose një shpull. Do të thotë prisha në burrnin për më kon bash. Ja pasën e shka e hupa dhe ftyrën teme, që ka shkova e kallzova këshirë që kam problem me ty, ose i kallzova babës tanë, ose ti i kallzova babës tanë. Do thotë, edhe kjo nuk boni dobi, pisodit ti je e shlume. A e kemi qarë? I thuhet do thotë, je e shlume. Fjala je e shlume, ose arabshe, ente talik. Ato ti do thotë je e shlume, nuk thotë 100.000 herë. 100.000 herë ti je e shlume, po 1 herë thotë. Ti je e shlume. Edhe ajo pisha ti momentit, do thotë është e shlume. Nuk ka më gruaja e jote, do thotë. Është e shlume. Kjo ku do të menet kur shlohet? Do të menet të shtëpia jote. So thalathat kuru, thot Allahu azza wa jall, do thot do të menetën so 3 pastrime. Do thot 3 pastrime. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacioni. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacioni. Ka përcen faza e pastërtisë po vin menstruacioni. A kemi qartë? Do thot 3 pastrime do të menetën te shtëpia jote. E kur të bëhen 3 pastrime, do të ka përcen një muj, ka përcen një muj, ajo kur të konë të shtëpia jote aty, ti hiç nuk trapi pishman. Do të nuk u bone hiç pishman, kur të ka përcen 3 muj, edhe ti s'ke flet me ta hiç, atëherë e merr për dorë edhe e çon te baba vet. A kuptu? Ana çish e praktikojnë atë?
A e praktikon që metodë tani kush? A keni një tani kush ka e ka shlu gruën e vet në çet mënyrë? Me prit tek 80% në stacionet, po masë me ul, me ton ti e shlume, e masë me net të shtëpia vet 3 muaj, masë mas 3 muaj me çut te baba vet. A e keni një tani kan? Ha? Ka nuk e keni. Për çka? Për atë arsye se na jemi veç 5% muslimanë. Do thotë Islami është 100%. Ama na pejçatia e Islamit e kena kuptuar Islamin 5% veç. Ama 95% për Islamit nuk e kemi kuptuar. E sidomos jetën tonë, do thotë të cilën e jetojna me gratë tona, do thotë shumë pak e kemi kuptuar inshallah Allahu azza wa jall na drejton e na udhëzon ka hajër. Amin. Por çka janë çato 3 muaj? Janë 3 muaj për çka? Për atë arsye se Allahu azza wa jall ka në Kur'an ka thonë: "At-talaqu marratan, fa imsakun bil ma'ruf aw tasrihun bil ihsan." Ka thonë talaki apo shkullërzimi është 3 herë. Do thotë çfarë rëndësi që Allahu azza wa jall i ka dhënë punës ndërmjet burrit edhe gruajës, nuk e kalon vetë partën më kputën. Sikur kanë gjyqjet e Evropës, e sikur kanë do thotë sisteme tjera. Po jo. Ti gabove një herë, nuk të beginis e shlove. Po masanena nejtë 3 muaj ditë po kanalve po ne kanë fëmijë. Po filan kohën e kena pas mirë. Ka dhe një herë apo në ndëgjushme. Edhe brenda çatinve 3 muajve hitum tek, a marr vesh edhe i rave pishman, ki drejt me këti. As nuk ki drejt me shku me morë krosqe 3, as një qah 3, as dëshmitar 3, janë ato dëshmitar që ka në konë të mashmi të vazhdojnë. A masit ka përcejnë 3 muaj, ja mu atëherë do të ekran, me shku mi thonën, Allah në mrine për nga mërë kauline. Sa për një guratën që ka shpeliti. Pse se e patin dore e shlove që daj ma, ki mu denu për zditja. Dhe thot dënime edhe obligime tjera. Ama 3 muaj, Allah e dha fat, mërëna 3 muajve, të më tek tije, ajo u përmisu vëndreq, ato në ki drejt dhe thot me këtijet e masë. E kur ndodhit dhe thot një herë, masën e shkoj jeta, ajo apet u këthin të vetën. Ja apet jetën metode përdore e shlove, sa u banën 2 herë. Kur bohën dhe thot 2 herë, atëherë mo me 3 herë, ose ki me majtën, ose ki me shluve. Po 3 herë mo nëse e shlon, atëherë mo nuk ki drejt me martu qatë gruje, pa mos e martu dhe një kusht tjetër. Që kja është dini jon i pastër Islam, i cili qashtë shumë rëndësi i ka kushtuar punës martesit, edhe jetës familjare, sa që nuk e kalon me herë vetë parën më kuput, pa e para, po e dyta, po e treta, inshallah mos po drejtohet. Po nuk drejtohet, e në 4-tën, atëherë kur ta marton në një kusht tjetër, ti ka me të ardhi nati. E kur gjen i nati, atëherë për dyti desh martoj desh mëse marton. Masi ta shlon ai i pare, do thotë nëse nuk ka jetë mirë me ta. Po këto janë raste të cilat shumë pak ndodhin. E tash, kur ndohen, çish do të mundo? A do të mundo me shku te jonki e te petki? E mi thonë gosakash, le gosakam. Ti gosakash, le gosakam. A që e kanë musliman puta? Ja, si kanë musliman që shto punë. Po muslimani që ka punë? Ka dalë, na kërë nga bo një qak, kina pas dëshmitara, po përshkojna fitina që do dëshmitara. Neve na ka bo një qak filan hoxha. Shkojna ta thina qatë filan hoxha. A që e filan hoxha kur të ka bo një qak, dhe thotë kur të pas ka dit me të bo një qak. E qëtaj, nuk po dit ka ti me shkorrizu, po desh ka me shkorrizu kush, jonke dhe petki. E pse pra atëherë nuk lipe për jonkit dhe për petkit me të bo një qak, po deshi mu bo një qak me hoxha. Po vallai desha më vonë një qam me hoqë se ka thonë Allahin Kur'an si më zbosh një qam me hoqë e ki njësoj sikur me fletën me atë grujën që ka është në rrugë. Po edhe munda me grujën tone, me jonkin e me petkin, është njësoj sikur më vonë sikur ai qafiri. Pse? Për atë arsye se nuk e praktikove ligjit e Allahut edhe urdhat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A u kuptu? Sikur çka do thotë liçahi, obligim, çashtu edhe shkullërzimi është obligim. E çast shkullërzim kush duhet me vnu kushte? A do shme vnu ti si burr, se e ma i fort, apo duhet me vnu ajo si gruja shka ma e dopt? Ja. Asnjani do thotë do vnojnë kushte. Për shka? Për atë arsye se njeri kur është i smut, nuk mundet vetit me dhoni injekcia. Po duhet me shku te doktori me kontrollu, e ja mot prej disakin, e masë ne e këshir, a ka sheqer, a s'ka sheqer, e masë e manë të mot ja këshun diagnozë, do thotë ti duhet me të dhonën që si lloj ilaç. Ti do thotë faktikisht je i zemrum shumë. Edhe ajo është e zemrume shka po ndohë. Tu dit jeni të smut. Mes juve kush gjikon? Gjikon do thotë kush? Hoxha. I cili do thotë nuk ban pa drejt as tyje, por nuk i ban pa drejt as asaj. E që ki hoxh me shka punon?
nuk punon me qefin e tina, po punon me fjalët e Allahut edhe me fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por dinsuzi, çai I cili nuk ka din, kur vjen një hoxha I thot, "Allah, ty takon që më dhon mehrin, edhe ti obligohesh çështu, edhe ajo vajza do thot kur ta merr atë mehrin, apo ai përgjithësi I vajzës kur e merr, në fillim nuk e kanë pas mehrin e madh, po e kanë pas vogël shumë, ai vjen edhe thot dali fjalë me të cilën e ranon hoxhën, edhe ranon fjalë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allahu azza wa jalla I drejton ata njerëz që do thot nuk bën, do thot idiot. Sikur çka ka pas raste kur ka shku hoxha I ka nda, e I ka thonë ty takojnë 5 lira, edhe takojnë 3 muaj edhe ditë, ka thonë që ti t'jap 5 lira, a kiti më adhan muaj një motër sikur çka ka bën me motrën filan. To fjalë ti shifon, to fjalë I fol vetëm se çaj I cili janë dinsos, I cili nuk e ka kuptuar dinin e Allahut azza wa jalla tamam. Por dini I Allahut çka është? Dini I Allahut është që kur dohen me adhanën një qahin e vetë të cilin e ka pasën në fillim. Edhe me u përgjegjën do thot për fëmijën të cilin e ka ajo, për atë se ai fëmija është joti, ti do thot dush me veshë dhe me mbath. Po nëse duhet me dhon xhi, do thot dush me pagu edhe xhinin, do thot duhet me pagu, do thot edhe çka e rrit. Krejt të gjona janë të cilat Allahu azza wa jall na I ka shpjeguar neve në Kur'an. Po leç që na I ka shpjeguar, po ka zbrit komplet Suratut Talaq, sura e shkurëzimit, edhe na ka kallzu kush çfarë obligime ka. Por ne kur na bjen mirë e çojna me Kur'an, e kur na bjen keq e çojna me janko dhe me petko. Këta njerëz të cilët kur I bjen mirë e çojnë me Kur'an, e kur I bjen keq e çojnë me janko me petko, këta njerëz çka janë? E tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apo boni sikur ata jahudit të cilët e kanë besuar një pjesë të librit edhe e kanë mohuar një pjesë të librit. Çaj njeri I cili një pjesë të librit e beson e një pjesë të librit e mohon, kjo do thot ashtë jahudi. Inshallah Allahu azza wa jall nuk na ban prej tyre, e inshallah na ban burra të mirë, të cilët do thot punët tona, jetën tonë bashkëtorë e çojnë çështë që ta ka mësuar Allahu azza wa jall. Po nëse Allahu na ban ibtila, inshallah Zoti nuk na ban ibtila, atëherë do thot edhe mundo çështë që na ka mësuar Allahu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë dokuri për fat keq, të cilën nuk po e mësojna, për atë se nuk po lexojna Kur'anin, edhe nuk po lexojna sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, për atë arsye po na ndodhen kësaj lloj probleme, të cilat probleme më të mëdha po ndëgjojna shoqërinë tonë, filani u martua dhe e shloi. Pse e ka shlu ta kur një çfarë sebeb, ta kur një çfarë arsye, ta kur një çfarë gjaja që ka bunët me lidhë dhe thot jetën bashkëtorë. Për këtë çështje pra, elus Allahun azza wa jall që Allahu më shtu dashurinë në mesin e muslimanëve, edhe më shtu respekt në mesin e muslimanëve, edhe më shtu mëshirë në mesin e muslimanëve, të jeta e tyre më konë çashtu sikur ka qenë jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me gratë e tina. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. A bana mos mo idhnu, a pëtan. Unë kam të folë, ama ju mos mo idhnu, a pëtan. A bana qështu? El muslimuna ala shuruti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët janë me kushte, me ato kushte. Jo I ne shumë kallavallac këtu në festival një, unë jam vetë njash, taj pishkupi. Me dash mu për la ju më rraj. Ama me dal me ta vetë, atëre se di jap shumë. Shkaj, kështu ka një sen. Masi që juni ka lavallac, e unë jam veç vetë, nëse e foli të një laft keq, ju prejkni. E unë e përdu me foli një laft keq, ama me kusht nëse nuk prejkni. A ban? E, para se me foli atë lafin e keq, përdu mi u kazu një mesele. A keni ndëgju për një çfarë khalife I madh I muslimanëve, I cili e ka pas emrin Harun al-Rashid. Harun al-Rashidi. Dhe a kon khalife me zonë, me emër. Po le që a kon khalife, pa kon njeri I cili e ka dash dituni. Sigur ju që ka e doni dituni, krej. Se mos me pas dash dituni, s'kisha arë që do, a kuptum. Dhe thotë e keni dash edhe keni arë, Zoti është problem. Me xhenet. Me dash dituni. Jo gjithë se cilit Allahu azza wa jalla ja ban nasib, vallahi. Nuk keni veç ju në gostivar këtu ka mashallah, sa veta jeni. Keni gostivar muslimani. Ama ju vallahi ju ka dash, ju ka pruar këta. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din." Çatina që Allahu ja don të mirën, ja ban nasib me mor veç din. Vallahi, nuk ka mirësi më të madhe se sa me mor veç din. Tamam. Sa për shembull muslimarët që kanë
me pas marrë vesh se çish lohet gruaja. S'ki shartë të ndalë. Se nuk ka njëri i cili e man 3 muaj ditë për në vetë të shtëpia, edhe nuk thotë hajde këta edhe një herë. Këtë rregull kishte ka veç Islami e ka. Ama për atë se na nuk e kemi çdo rregull, e shtojnë gruajnë edhe mo i lojnë atë vitet tonë jetim. Ama me pas këtë rregull që na ka mësuar do të dini jo në Islam, kishim me pas këtë problem. A këtë rregull kush ta ban nasip? Ta ban nasip që Allah ta ka dashur mirën që për më mësu këtë punë. E çki Harun al-Rashidi nuk i ka pasën selinë e vetë në Medinë. Se kur ashtuhet do thotë shteti Islam, do thotë ka ndalë për Medinës, e një kohë gati kanë pasur do thotë selinë në çet Irakin e Sodit, do thotë kanë të zhvillu lufta. E muslimanët kanë pasur probleme në Irak e muslimanë për amerikanë. Për ka ndalë kam hekpi aty ta kupton, po elhamdullah ka shni atë që me pasë sa e kanë atë zajfllëkin e vet. A kemi çon. Kur ka ardhur në Medinë me vizitu xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata thyer se 3 xhamia janë që kanë ndonjë ki drejt për shku me i vizitu. Cilat janë ato? Mesjidul Aqsaja, çka për fat keq që kanë dorë jahudi, është xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është Çavja. Edhe në këto 3 xhamia se vapet ndryshojnë. 500 se vapet për një namaz janë Mesjidul Aqsa. 1000 sevape janë të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 100.000 sevape janë në Çavë. Për ata që njerëzit hapatin ka 10 vjet, 15 vjet me vjet parë me shkuar në Çavë, me shkuar, më fal, pse se sevapi i madh shumë ata. E ka ardhur Harun al-Rashidi në Çavë, kur ka ardhur Harun al-Rashidi në Çavë, në atë vakt a kanë një dietar i madh i cili është edhe themeluesi i mezhebit, që e themi mezheb Malikia. Keni ngu për mezhebin Maliki. Ha? Të na hozullah për para 4 mezhebe janë hak. Mezhebi Hanefi 1, masën Maliki 2, po masën Shafi 3, masën Hanbeli 4. Ato që këtë batin janë. Nuk ka çështë, ka edhe që kanë hak, po si kanë lexuar, si kanë parë, i kanë lënë vetëm me 4. Po edhe me 4 banë këta. Çiki dietari i madh. Çiki Imam Maliki, a kon shumë dietari i madh edhe njoft i mirë i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe traditës banorëve të Medinës. Po për më konë djetari madh, dush me pasbo diçka, me dalë në shesh, a e vepra jote. E që ka dalë zoni që tina shka konë djetari madh, që ka dalë në shesh, a shumë interesant. Tregohet për ta në kohën e tina se një gruje, duke e la një gjenaze, a përvesh, ju pas kanë gjitë dora për gjenaze. Për laksh, ju kanë gjitë dora. E kërë kanë gjitë në dora, hakat me shkep, së në beshkep dora, për gjenaze. E qëtaj prit me dalë gjenozja s'ka, prit s'ka, kur hinë mrejna kur këshirin, ju kanë gjitë dora. Bin halë, shka me bon, a me prej gjenozën, a bja prej kësaj dorën. Shkojnë vetin njerëzit apo të, s'po din që shme donë gjela. Me prej gjenozën nuk banë, se nuk banë do të me damtuet, do të njerin e vdek. Po me prej njerin e gjallë, që shme prej njerin e gjallë, ka sebeb pëse më prej njerin gjallë. Vetin djetarët nuk di, shkojnë e vetin Imam Malik. Qa, kur shkojnë e vetin Malikin, ta të shkoni vetën e qatë grujën, shka konë mrejnë ati të la gjenazën, shka ka menu në qatë vakën, kura konë të la gjenazën, hinë e vetë të mërë ta. Thë, ti kur keve të la gjenazën, shka keve të menu? Valla tha, unë kur kesh të la gjenazën, kesh të thonë, ku për ti, ku ki me shkue, po, kurva e madhe që e konë ti. Edhe, thoi, vallaj që shtu pas ka thonë. Thot Imam Maliki, shkoni vetëne, ajo shka pas ka thonë për gjenazën që ja thonë kurve madhe. A e ka po dhe njëherë të bon kur vdi? Për mi thonë dikuna që e kurvar, ose që e kur, dush me pas po, me si të tu. Shkojnë e vetin, a e ke po dhe njëherë të bon kur vdi? Jo se ku po, për shka kanë thonë njerëzit. Masi se ke po, për shka kanë thonë njerëzit, dush mi hongë këtë dhe të shkupi. Dhe të kur kanë gjithë që dikujna da një vlap, qka se ke po me si të tu. Po leje që si ke po, se për kur vdi duhet 4 parë me po. 1, 2, 3, 4 veta, qëto me pas po filonin duke po kur vdi, atërë duhet me thonë filonin ta kurvar, e asaj qenës me thonë kur. 4 ku ta shojnë, ama ku ta shevesh 1 ose 2 ose 3, nuk pranohet dëshmija. A kemi qanë. Sot shkoni jep janë një të dhe të shkopin. Ja, për të dhe shkopin. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kur bati të dhejtit që prap, ju shkepët dora. A kemi qo? Ju shkepët dora. Kur ju shkepët dora, thoi njerëzit, për fikin që e ka pasit, për diturin që e ka pasit, për interesa ashtë Imam Maliki në Medine, ma fetva nuk jep kërkush. Ki veç du të me non fetva. Edhe qofën njerëzit pikejt dënjojës. Ka pas musliman në atë vakt, a në atë vakt dhe thot, musliman ka pas tek të erti, në Kin Hebele, tek të erti të nanë në Turki, a përvesh e ka pas musliman tek të erti ketë Afrika akon musliman, dhe thot e akon Shponja ketë musliman. E vinë apëton prej Tunisit. Tunisia është 5.000 km larg për Medinës. Edhe i kanë tregaditën 100 pyetje për Imam Maliki. E për atin me 100 pyetjeve përgjigjet vetëm 4 pyetje. Për 100-ve 4 pyetje përgjigjet. Çka imam shumë. E i thojnë ato dietar. Po çish kila muftina te populli jon ato ti çfarë hoxhet madh dit, e na ti kena parashtuar 100 pyetje ti veç 4 xhevape e ke dhënë. Çish kila më thon aty që Maliki s'ka ditë me dhënë xhevap. Ka thonë shkoni thuni atëve. Maliki nuk don me hin xhehenem se me pijuve. Amërësh. Thuni vetë që unë nuk du me hin xhehenem se me pijuve. Çdo 4 i di, çdo shka jep një xhevap. Çdo qerat nuk i di, ato nuk hin xhehenem se me pidani kujt. Ama na çka? Na sina asta i thoni vogël i Maliki da vogël, edhe ke xhevap dina me dhon. Zdina të na me thon se di, ke dina me dhon xhevap. E për ata ty që akon që ki Maliki shumë hoxh i bad me emër, a që kush edhe khalifja i muslimanëve, Harun al-Rashidi, me shku me ngu ders të aj. Edhe kur a që me shku me ngu ders, mret një tani, që shmboj ders? Ha? E qojnë policinë. Shkon në vend e hoxhën, apëton? Këtë në hoxhën, apëton, le të vede të unë, apëton, le të më kalzove ders. Edhe atër ka pas shëto, jo veç tëtë. Dhe sot kjo tradit, është pimbati, apëton. Edhe shkojnë dy zapti, ku shkojnë dy zapti, apëton. Hallo, kosha, finati steki. Shka dhoni? Po nga ka që, thot, khalifja me të morë, thot, me shku, thot, mi ka lëgju ders. Imam Maliki, apëton, kjo që akon alim, pa akon edhe burë, guzimtar. Ka thonë, shko, thuj, atina Harunit, Harun al-Rashidit, khalifës muslimanve, kuja një dha, el ilmu juzar, wala jezur. Kja është fjala Imam Maliki. Ditunia vizitohet, e ditunia nuk shkon këkan me vizitu. A kemi qa? A vjen fakultetit e shpia neve me në mësu? Nuk vjen, për na do të me shku të fakultetit. Dhe thot, klasa a vjen të na? Nuk vjen, na do të me shku në klasë. Po këtë qështje, khalifja i muslimanëve Harun al-Rashidi ka kuptu shumë mirë. Ka thonë ka dalë se mirë e ka. Po në me. Unë e përdu dituni, unë e ka me shku. Taja për kanë. Edhe qohën, edhe shkon. Ke Maliki. Kur shkon? Maliki dhe thotë sikur djetari ma, i ban hizme, khalifja i ka, kretari i shtetit, nërvesh, muslimanë. Mas i bojnë mua bete i e kafe e sen e kretë, thotë apo do që ta ilëm, po, e që ta i piksaj karikës, unë që ti poshtë, unë e përnej natë. Talebja dhe thotë do të menejt poshtë, hoxha do të menejt natë. E qohët Harun al-Rashidi, khalifja i muslimanë, unë gjithë poshtë, edhe Maliki nen, këtu i ka